Lavdimi të Adonai, do adhurojmë vëlla motër, do adhurojmë Adonai, Atin, mjeshtrin ton, sunduesin ton, ai që ka krijuar qiellin dhe tokën. Na takon të lavdërojmë emrin e Tij, na takon të adhurojmë emrin e Tij dhe unë të inkurajoj në këtë moment kudo që do ta dëgjosh apo e po dëgjon dhe në këtë miqësinë tonë që jemi këtu në Telegram, lavdjatit për ju motra që jeni këtu. Merrni një momentin tuaj, dhe në këtë rast mbyllu në vendin sekret, në intimitetin tuaj me Atin që ti të marrësh plotësinë e Tij, të adhurojmë mbretin e lavdisë, të hyjmë në portat e Tij me falënderime dhe në oborret e Tij me lavdë, thotë shkrimi për lavdit Atit, që të mirë pajisemi, të mbushemi nga prania e Tij, të marrim prej fjalës, të rinovojmë mendjet tona, të transformohemi në imazhin e Atit, jemi mitues të Atit tonë, Elohim, për lavdit e emrit të Tij. Haleluja. Lavdi emrit tënd o Atë, madhështia jote, shkëlqimi jote është i pafundëm o Atë, ti që krijove krijimin, ti që vendose mirësinë tënde në Mesian Jashuan, duke na afruar pranë afronit tënd. Në momentin që ti vendose që njeriu kishte nevojë që të shpëtoheshe, njeriu kishte nevojë që të vinte në praninë tënde. O lavdi emrit tënd. O emri tënd të adhuroj, o Adonai, nga lindja e diellit, në mbretër, o në perëndim të njëjtit. Emri tënd të lavdërohet ndërkohë o Atë, emri tënd të adhurohet, të madhështohet, emri tënd të lartësohet, të lavdërohet në emër të Jashuas o Atë. Lutemi për asamblejnë o Atë, përgjithshme në këtë moment o Atë. Lutem o Atë, sjell përpara Teje o Atë, jo të drejtat tona, jo mirësitë tona, jo çfarë neve kemi bërë, apo fuqitë apo shtësitë tona, por për shkak të mëshirës tënde, të pa tregueshme, mëshirat tënde që janë të reja çdo mëngjes. Vim përpara Teje o Atë, dhe lutem o Atë që na falësh nga paullësitë tona. Lutem o Atë që na kthesh zemrat tona ndaj Teje në emër të Jashuas o Atë. Vim përpara Teje o Atë dhe kërkojmë fytyrën tënde, o Atë, siç e bën Etrit tanë. Lutem o Atë, lutem për asamblejnë, në Shqipëri në emër të Jashuas o Atë. Lutem o Atë dhe kthej fytyrën time ndaj Teje o Atë, sepse Ti o Atë ke mëshirë dhe Ty të përkasi mëshira dhe ndjesa dhe ne jemi rebeluar ndaj Teje o Atë. Ne nuk kemi dëgjuar zërin e Jahve Elohimit ton për të ecur sipas ligjeve të Tij që Ti na kishe vënë më përpara me anë të shërbëtorëve tënd profetëve. Por tërë Shqipëria dhe mbar Izraeli frymëror o Atë, ka shkelur ligjin tënd dhe ka marrë një rrugë të keqe për mos u bindur zërit tënd. Prandaj çdo gjë që Ti ke dekretuar me legalitetin tënd, mallkimet dhe bekimet, të enema që janë shkruar në ligjin e Mojsiut, shërbëtorit tënd, janë mbi ne o Atë, sepse kemi mëkatuar kundra Teje. Lutem o Atë, në emër të Jashuas o Atë, lutem o Atë, lutem të kesh mëshirë o Atë, lutem kesh mëshirë mbi ne o Atë, sepse Jahve Elohimi ynë është i drejtë në të gjitha gjërat që ai bën, ndërsa ne nuk kemi bindur ndaj zërit tënd. Dhe tani o Atë, o Jahve Elohimi ynë, Ti që na nxorre nga sllavoria e mëkatit, nga sllavoria e të ligut dhe bëre për vete një emër siç është sot. Por ne kemi mëkatuar dhe kemi kryer vepra të liga. Nuk kemi ecur në urdhrimet tënde, në festat tënde që Ti vendose për jetë, vendose si një shenjë për popullin tënd, kur Ti dekretove dhe krijove dhe formove dhe lemënjan dhe e veçove atë ditë, sabatin tënd të shenjtë, që ne mund të miqësojmë në praninë tënde. O Jahve, sipas tërë drejtësisë sate, bëj lutjen o Atë tënde, lutem o Atë që zemrimi yt dhe tërbimi yt të largohet o Atë nga populli ynë, nga qytetet tona, për mëkatet tona dhe për paullësitë e etërve tanë dhe ata që janë në asamblejë në Shqipëri o Atë. Dëgjoj Atë im këtë zemër o Atë, lutjen e shërbëtorit tënd, të përgjërimet që po të bëj përpara Teje o Atë, dhe bëj që fytyra jote të shkëlqejë edhe një herë për hir të Jahve dhe fytyra jote mbi shenjtoren tënd që është e shkretuar.
O Elohimi, ver veshën e dëgjoa dhe hapë sytë tona, drejtu zemrat tona ndaj Teje dhe shiko shkretimet tona në qytetet kur duhet të thirret emri Tënd. Nuk sjell përpara Teje, o lutjet e mia për shkak të veprave të mia apo tona të drejta, por për shkak të dëmshurisë të Tua të mëdha. Ki mëshirë për popullin tonë, Ki mëshirë, se i zemrat e tyre largojnë nga paudhësia, në emër të Jashuas, Ki mëshirë, sepse nuk e din çfarë po bëjnë, Ki mëshirë, Ki mëshirë, Ki mëshirë, jemi larguar nga ecja jote, jemi larguar nga e drejta jote, kemi shkuar mbas balve, Ki mëshirë, dhe kthej popullin Tënd ndaj Teje, kthej popullin Tënd ndaj Teje, ndaj udhëve Tënd, ndaj rrugëve Tënde, në emër të Jashuas, Kthej edhe një herë zemrat tona ndaj Teje, çdo ngurtësim që kemi patur, çdo mendje mishor, lutem që të veprosh, që drita jote, ligji jote shkëlqej në Shqipëri, në emër të Jashuas, të lëm një trashëgimi në urdhërimet Tënde, në festat Tënde, ngri një gjeneratë, ngri një brez që do adhuroj emrin Tënd, do lavdëroj emrin Tënd dhe do ecë në rrugët në urdhërimet Tënde, të mira, të drejta, të shenjta që Ti ke vendosur për jetë. Që mallkimet e ligjit Tënd të largohen prej nesh, ato që Ti ke folur në ligjin për të rirë 28, që Ti kishe vënë bekimet apo mallkimet, jetën apo vdekjen përpara nesh, dhe jo gjë nuk ka ndryshuar, sepse karakteri Tënd nuk ndryshon, urdhërimet Tënde, ligji Tënd është i përjetshëm, do të mësohet në atë ditë në 1000 vjeçari. Po lutem ata që të rrasin emrin Mesias të largohemi nga paudhësia, nga shkelja e ligjit Tënd të vazhdueshme, sepse jemi drejtuar nga doktrina të rreme, nga frymrat demonike që kanë anulluar ligjin Tënd. Si mund të anulohet e drejta jote, një gjë që është e mirë, e drejtë, e shenjtë, e veçuar, jo e njollosur, e lënë minjan për një qëllim të caktuar, që njeriu të rrojë nëpërmjet tyre, Ti the, nëpërmjet shërbëtorit Tënd Shaul Palit, të rrojë nëpërmjet besimit, dhe të rrojë nëpërmjet urdhërimeve Tënde, siç e folë profeti shërbëtorit Tënd, Jehezekiel, të njëjtit shërbëtor që Ti folë për 1000 vjeçarin që do vijë, në atë ditë kur Ti do heqë zemrat tona të kurta, për ata që kanë një zemër ndaj Teje, për ata që janë munduar që të ecin në rrugët në urdhërimet Tënde, jo sepse i praktikojnë në mënyrë perfekte, Ti e di këtë gjë. Asnjë gjë nuk qëndron e fshehur përpara Teje, përpara syrit Tënd. Në të ditë kur Ti do heqësh mëkatin në një ditë të vetme, do na heqësh nga paudhësia jonë, që të ecim në urdhërime në ligjin Tënd të përsosur për jetë, sepse nga Sioni, nga mali i shenjtë, nga Jeruzalemi, nga qyteti Tënd, do dali ligji, do të mësohet kombe kushtatuta jote e përjetshme, ku Ti do kis vendosur princin e jetës, Mesian Jashuan, të mbretërojë mbi gjithçka që Ti ke dhënë, që qëndron në të gjatën Tënde, e lartësove, e madhërove për engjëjt dhe njeriu, e emërove, dekretove përpara se koha të fillonte, para themelimit të botës. Ti e vendose që ai do ishte, Ti e dekretove, emërove, shpallë, që do ishte mbreti lavdisi, do ishte Zoti tonë, do ishte mrekullia që Ti do vendosje. Ai mbreti drejt dhe mëshirshëm që dha jetën e Tij për ne, që ne mund të afroheshim ndaj fronit Tënd në këtë ditë,
Lavdit e emrit tënd, o Zot. Për lavdit e emrit tënd, o Zot. E njotja o Jahve është madhështia, fuqia, lavdia, shkëlqimi, madhëria, sepse gjithçka që është në qiell dhe mbi tokë është e jotja. E jotja Jahve është mbretëria dhe ti je sovran mbi gjithçka. Në nga ti vin pasuria dhe lavdia, ti sundon mbi gjithçka. Në dorën tënde janë forca dhe fuqia. Ti ke fuqinë për të bërë të madh dhe për të dhënë forcë të gjithëve. Prandaj ne o Elohimi ynë të falenderojmë dhe kremtojmë emrin tënd të lavdishëm. O kush jam unë? Kush është populli im që ne jemi në gjendje të ofrojmë ty në mënyrë spontane? Në të vërtetë të gjitha gjërat vijnë nga ti dhe ne kemi po të kthejmë në ty thjesht atë që kemi marrë nga dora jote. Sepse ne jemi të huaj, shtektarë, të shpëndarë në të gjithë dheu. Ashtu si kanë qenë e tritanë. Dhe ditët tona mbi tokë janë si një hije dhe nuk ka shpresë. O, Jahve Elohimi ynë, tërë ky bollek, të mirësi, të dashuri, që ti ke dhe vendosur në birin tënd, dhe tani ne mund të quhemi bijtë e Elohim. Është një gjë e pashkrueshme. Unë e di o Elohimi im që ti provon zemrën dhe gëzohesh kur she një sjellje të drejtë. Prandaj në drejtsinë e zemrës time o atë po të ofroj në mënyrë spontane të flijim frymëror o atë. Në emër të Jashua sot. Dhe shoh që në mënyrë spontane disa për nesh po ofrojmë flijimet që ti kërkon o atë. Dhe popullit tënd që është i pranishëm në miqësinë tonë këtu atë, të bën ofertat e tij në mënyrë spontane, në zemrën e tij, në frymë dhe në të vërtetën e urdhërimeve tënde. Prandaj o Jahve Elohimi ynë, Elohimi Abrahamit, Elohimi Isakut dhe Izraelit, jetërve tanë, ruaj gjithnjë këto prirje dhe mendime në popullin, në zemrën e popullit tënd dhe drejto zemrat tona, drejto zemrat e tyre ndaj teje, ndaj urdhrimeve tënde, që të lejmë një trashëgimi të mirë në Sion, të mësojmë fëmijëve tanë, fëmijëve të fëmijëve, rrugët tënde të përsosura të drejta, urdhrimet tënde, që ti vendose për jetë, i dekretove me fuqinë e fjalës tënde dhe themelove fjalën tënde në qiell. Që ne të respektojmë urdhrimet, porositë dhe statutet e tua, që dhe fëmijët tanë, trashëgimia që do vijë dhe në Shqipëri o atë, të lejmë një trashëgimi o atë, që ata të bëjnë përgatitjet e tyre o atë. Në emër të Jashua sot. Vajtojmë për para te o atë. E di o atë që nuk kuptojnë, nuk e ndjejnë në zemrën o atë, por ti e di. Unë jam shërbëtori tënd o atë. Momentin që ti më veçove, më nënzore nga llumi i mëkatit, më hoqe nga paudhësia, më hape sytë të shikoja urdhrimet, Toranë, ligjin tënd të përsosur. Më veçove për një qëllim për kombin tonë që ka shumë nevojë, për vëllezërit e motra që janë shpëndarë në diasporë. Ki mëshirë o atë, fali o atë. Fali o atë për paudhësitë e tyre që janë larguar nga urdhrimet tënde dhe kanë shkuar nga frymat e balit o atë. I mëshirë o atë dhe hapi sytë e mendjes të dinë cila shpresa e thirrjes tënde o atë. Zbrit mbi te o atë, zbrit mbi nesh o atë, frymën e urtësisë dhe të njohjes, të njohim ty o atë, dhe Mesian që ti dërgove, Mesian e vërtet o atë. Ai që ecën në urdhrimet tënde, zbatoi për 33 vjet nderovi ty o atë. Dhe me anë të bindjes ai e përvetsoi atë lavdi që ka në të djathtën tënde tani.
Dhe u bë autori i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që do binde. Dhe unë lutem Atë që në atë ditë të mos dëgjohen fjalë të tjera, largoni prej meje ju që kryeni pa udhësi. Pa udhësia është mëkati i vazhdueshëm, shkelja e ligjit tënd, që apostulli Gjon thanë para e Gjonit 1:3-4. Nuk deklarovi diçka të re, po deklarovi fjalën e jetës, që dha në malin sinjal që Stefani kategorizovi fjalën e jetës, jo sepse ai ishte por ai e dinte që ligji që dha në malin sinjal u përmbledh. Është fjala e jetës, që ne do ta mbajmë lart të tot apostullit. Kishës në Filipai, në Filipi. Ta ruajmë atë fjalë që është në gjendje të na shpëtojë shpirtrat tonë. Ligjin e përsosur që shërbëtori tent Jakobi tha, që të mos jemi vetëm dëgjues të urdhërimeve, dëgjues të fjalës tende të përsosur. Do të fillojmë të zbatojmë në të mirën tonë të mundshme, t'i njohim ato, t'i ruajmë në zemrën tonë, sepse Satani do vijë të na largojë nga urdhërimet tënde, duke ditur që ti ke vendosur për jetë, duke ditur që shkelja e urdhërimeve është mëkat. Ai e di se ishte një kerub përpara teje, por u gjend krenaçia, u gjend krenaria dhe mëkati në zemrën e tij. Prandaj ti e dëbove dhe largove. Do vazhdojmë motër. Shpresoj që edhe ju të keni vazhduar të adhuroni Atin. Keni shprehur zemrën tuaj, të keni bërë vajtimin tuaj. Shumë prej vëllezërve e motrave nuk e dinë që ka një zyrë priftërie që Mesia na ka dhënë tani, jo sepse jemi nga linja apo brezi i levitive që ishin priftërinjtë dhe kryeprifti, por nga ana e dhuntive që na ka dhënë, nga ana e shërbesës në shtëpi vëlla motër. Na ka dhënë që ne të vajtojmë për familjarët tanë, të këshillojmë ato rrugët e mira të Atit, urdhrimet e Tij, të lëmë një trashëgimi, ligji për të rirë 6 të fletë. Hosea 4:6 na flet të njëjtën gjë, që populli i Tij humbet sepse ka harruar ligjin e Atit, dhe masandaj Ati thotë do harroj dhe bijtë e tu, sepse e vendosi atë ligjin e përsosur të lirisë, që ne duhet të ngulmojmë, vendosi për të përjetshëm, dhe në Eksodi 20 kur shikojmë në urdhrimet e Tij, në pllakat që ai shkrojti, që gëdhendi me gishtin e Tij, thotë që nuk duhet të largohemi nga rrugët e Tij, se masandaj vjen gjykimi, mallkimi i Atij, ligji të përtrirë 28, mbi të tretën dhe të katërën gjeneratë, që secili prej nesh mund të dali, siç kemi dalë disa prej nesh. Dhe shpreh mëshirë dhe hir thot për të gjithë ata që më duan dhe zbatojnë urdhrimet e mia. Dhe ja ku është hiri që shikojmë në trupin e Mesias, në sakrificën e Tij. Efesianë 2 na thon hapurazi që ne nuk mund të shpëtonim veten tonë. Efesianë 2, ne nuk mund të shpëtonim veten tonë me anë të veprave tona të mira. Ishim të vdekur në mëkate. Çfarë do thotë ishim të rebeluar ndaj Atit. Mëkati kishte sjellë vdekjen frymërore si solli tek Eva, por tani na dha jetë, na nxori në të vërtetën me anë të Mesias Jashuas, që tani të zbatojmë urdhrimet e Atit, të nderojmë mbretin e lavdisë, Jahun e lejimin tonë. Dhe na vendosi, thot, na ringjalli frymërisht, na rilindje ka fjalën, dhe na vuri të rrimë me të në vendet qellore. Ky është autoriteti që na ka dhënë, ajo zyra që fola pak më përpara, priftëria në këtë rast, shërbesa jonë, që ne të shërbejmë Atin në urdhrimet e Tij, të besojmë tek Biri i Tij. Kjo ka qenë paketa e plotë që nga Zanafilla deri te zbulesa. I shikon në Efesianët 4 të njëjtën gjë, shikon në Romakëve 3 të njëjtën gjë. Anullojmë ligjin nëpërmjet besimit, kështu mos qoftë, thot Pali. Po çfarë ka ndodhur sot? Kështu është. Ndërkohë apostulli Shaul Pali thotë që kështu mos qoftë dhe keni kujdes sot, sepse do vinë mësues të rinj, do të drejtojnë në mësimet e gabuara. Vllai po flet për ato gjëra, për lavditë të Tij, por fryma masandaj e thot hapurazin e zbulesa, që kush ka veshë do dëgjojë. E ka fjalën për zemrën,
Jo sepse ne dëgjojmë shumë gjëra, por e dëgjojmë ligjin e mirë të drejtë të shenjtë, e dëgjojmë që është shprehur për te që nga zanafilla deri tek zbulesa. A jemi berës, a fillojmë të zbatojmë urdhrimet e Atit? Më vjen keq që sot e kësaj dite janë vëllezër që janë në drejtim dhe kanë marrë mësime të gabuara dhe duke thënë që da mësandaj po të shikojmë në Efezianë 2 e ka kryqëzuar ligjin e Atit në kryq. Nga tani këto mësime vëlla motër, le ta prekim këtë si fillimisht para se të vazhdojmë për te. Mirë se erdhëm në takimin tonë, vëlla motër. Adonai të bekoftë, është Ati që është Adonai mjeshtri, krijuesi i qiellit tokës. Lutem që na ndihmojë në këto orë të fundit. Lutem që na ndihmojë. Shpërndaj vëlla motër, ku po e dëgjon tani në YouTube. Dhe një like, një koment për lavditë të tia, jo sepse do na duen, por kur në këtë rast në shkruash në kanalin tonë, shpërndahet lajmi i mirë i mbretërisë, që sot mungon. Ne di, po besojmë që ajo ringjall në ditën e tretë, po shumë besojnë, dhe Satani vetë beson që Mesia u ringjall në ditën e tretë, por zbaton urdhrimet e Atit. Engjëjt e ligën në tras demonët zbatojnë urdhrimet e Atit, vetëm engjëjt e dritës zbatojnë urdhrimet e Tij. Ndërkohë, po t'i jap një lajm që dhe festat biblike që ai ka vendosur për jetë sabatin e Tij po mbahet në qiell nga engjëjt dhe nga Mesia dhe nga Ati. Kur Ati vendosi sabatin e Tij të përjetshëm, e vendosi që në këtë rast të pushoj në ditën e 7. Është profeti Enoku që flet që festat e Tij po mbahen në qiell. Kalendari biblik, jo kalendari që kemi sot të botës me muajt paganë, me Janusin që ishte hynia me 2 koka në Roma, që ushtarët romaka adhuronin atë hyni dhe kishin Janusi, prandaj sot ke janar. Dhe të tëra këto emër janë emrat e emperorëve romakë o emrat e hynive që praktikoheshin në atë kohë. Ke Balin në shumë forma, në Greqi, në Mesopotami, në Egjipt, në Romë, kudo, në Indi, është e njëjta strukturë. Ata 3 zotrat falso, që mësandaj sot i bëjnë 3 në 1, që kanë marrë nga 300 nga 400 kur krijuan këshillat e Licejsë të Laodicejsë, me çdo perceptim të gabuar të rrymave, të mësimeve, të trinitetit, të filozofitë që nuk kanë kuptim. Ati është një, ka karakterin e Tij, është një person me qenien e Tij. Dhe Mesia u lind prej Atit në parkun e Miriam, të Marias që themi. E përveçsoi atë lavdi me anë të bindjes, ju bind urdhrimet e Atit dhe përveçsoi atë ringjallje, se me frikë me dridhje thotë Hebrejnë të 5, e përveçsoi atë ringjallje, që Ati ta ringjallte në ditën e tretë. A nuk duhet ne të ndjekim shembullin e Mesias të Krishtit? A nuk duhet të ndjekim ne gjurmët e Tij të ecim siç ai eci? Ai eci zbatoi urdhrimet e Atit, festat e Tij biblike, që Ati ta ringjallte në ditën e tretë dhe lavdi Atit e beri dhe i dha fuqi dhe beri Zot mbi të gjithë krijimin, përmbi njeriu, përmbi engjëjt. Tani, a nuk na takon neve që të ndjekim gjurmët e Tij, që dhe ne të ringjallemi? A nuk na tha në Mateun 19 në Luka 10, në qoftë se duam të hyjmë në jetë, zbatojmë urdhrimet e Atit? Të hyjmë në jetë, jo të hysh në beslidhje. Hyrja në beslidhje është Efezianë 2, është para Korintasve 15, kur flet për lajmin e mirë, Romakëve 1:16, ishte edhe lajmi i mirë fillimisht për judejtë, masandaj për kombet, për grekun që përcaktohet kombet jashtë Izraelit. Ajo është hyrja në beslidhje, pendim, besim. Është e njëjta gjë, ti u ktheve, ishte në shtëpi, vëlla motër, ishte në shtëpi, kërkoje punë apo jo? Po marrim një koncept të tillë. Ishte në shtëpi, por u ktheve dhe vajte drejt kompjuterit, u ktheve vete shpe reklamat, u ktheve dhe shkove të trokasësh në ndërmarrjen e dikujt. Dhe shkove në këtë rast për të filluar punë, për të hyrë në beslidhje. Besove në këtë rast tek ajo
ndërmarrje që ajo do t'i jepte në këtë rast anën ekonomike, lekun që na duhet për të jetuar. Ti hyre në beslidhje me atë ndërmarrje, i beson rregullave, urdhërimeve, ligjeve që ka ajo ndërmarrje. Tani, neve u kthyem ndaj atit, në besuam tek biritia, lavdi atit, dhe hyrëm në beslidhje. Tani, ajo beslidhje, vëlla motër, ka urdhërimet e atit që përmbajnë karakterin e tij, ajo është kushtetuta e atit e përjetshme që do praktikohet duke filluar nga 1000 vjeçari. E besojnë sot denominacionet apo çdo person që thotë unë besoj tek Mesia apo jo, ajo nuk do ndryshojë, vëlla motër, sepse fjala e atit mbetet për jetë. Është themeluar në qell për jetë. E thotë apostulli Kefa Pjetri, e thonë psalmet e lavdi atit. Urdhrimet e tija janë të përjetshme, ai ka dekretuar urdhëtimet e tija, ai ka vendosur për jetë. Psalmi 119, 160. Janë të mira, janë të drejta, janë të shenjta. Tani, kur një person, ti motër apo vëlla, je në punën tënde, ke nënshkruar një kontratë me ta, dhe si punëtor i mirë ti zbaton rregullat dhe në këtë rast strukturën që ajo punë ka, apo jo? Tani, në momentin që një punëtor shkel një herë rregullat, shkel 2 herë rregullat, shkel 3 herë rregullat, ky punëtor ka marrë një rrugë tjetër, nuk po respekton atë në kontratë të beslidhje, që fillimisht tha që unë dua ta nderoj me anë të firmës tonë që vendosëm në atë kontratë që na paraqis përpara. Ato ishin termat, ato ishin kondicionet që na dhanë, ne jemi në këtë rast, thot ajo ndërmarrje, ne jemi këta kemi si rregull, do ta respektosh, do jesh me ne dhe si rezultat do të marrësh të mirën. Tani, ai punëtor shkel një rregullat, nuk vetë një në punë. Okej. Vjen qortimi. Shkel prap, vjen qortimi i dytë. Vazhdon ta shkeli rregullat e asaj ndërmarrje. Si mendojmë ne, vëlla motër? Ai person do qëndrojë në atë kontratë, në atë punë? Ka marrë një rrugë të pa udhë. Nuk po respekton beslidhjen e asaj kontrate në atë punë që është. Si mendon ti dhe unë, vëlla motër, kur ne vazhdojmë të shkelim kontratën, beslidhjen dhe qati na ka vendosur nëpërmjet urdhërimeve të tija? Mendojmë se neve mos andaj jemi akoma në atë beslidhje, po e nderojmë gjakun e beslidhjes me të cilën na veçoi ati? Hebrejnë të 10 e thon haprazi. Mëkatoj me dashje në kontekstin e mëkatit në punë është po shkel urdhërimet dhe ligjet e asaj kontratës, të asaj ndërmarrje. Ajo është mëkati. Mëkati për neve është shkelja urdhërimeve, para Gjoni 3:4 që po thoshte Levitikun 4:2. Tani kur një ashtu quajtur besimtar nuk do të nderojë gjakun e beslidhjes, nuk ka akoma perceptimin frymëror, dëshminë në zemrën e tij që çfarë ndodhi në kryq, çfarë të mirë bëri ati për mua, që unë të shpëtohesha nga gjykimi i vdekjes që po vjen mbi të gjithë dheun, unë u ktheva, thash u pendova nga ato shkeljet e urdhërimeve që është mëkati, dhe besova tek biritia që masandaj ai mund të më ringjallin atë ditë, sa ju ringjallni të tre. Tani, ati dha pushteti, dha fuqi Mesias, vëlla motër, që të na ringjalli në këtë rast të besimtarët në atë ditë. Tani, a kemi ne dashuri për Mesian, për atin, që duke ditur që unë isha rabel, isha në paudhësinë time, isha në pa shpresë, pa Elohim, pa Mesia në këtë botë, isha ndaj idhujve që pagojnë, thot apostulli, po ndiqnja rrjedhën e kësaj bote. Isha drejt vdekjes, që ka liçeni zjarrit, jo fizike, sepse të tërë dhe Mesia kaloi vdekjen fizike, po flasim për liçeni zjarrit, atë që përmendëm dje në Romakëve 8, 6 deri në 8 vargjet, mendja mishore që çon në vdekje në liçeni zjarrit, që nuk do të zbatojë ligjin, urdhrimet e atit, dhe thot masandaj që kjo heresi që sot kanë anulluar ligjin e atit, ata që praktikojnë në Galatasve 5 nuk do të trashëgojnë në mbretërinë. E shikon që jemi në një zonë alarmante në popullin tonë dhe në asamblenë e përgjithshme kudo, sepse shumë pretendojnë që unë besoj, po dhe engjëjt besojnë dhe dridhen i zbatojnë urdhrimet e atit, engjëjt e djallit po flas. Demonët besojnë.
Sa denominacione kemi sot që besojnë që Mesia u ringjall në ditën e tretë? Katolikët, ortodoksët, ungjilltarët, adventistët, të Jovajt, mormonët, baptistët, reformistët, pentakostalë, etj. Sa prej tyre besojnë që Mesia u ringjall në ditën e tretë? Zbatojnë urdhrimet e Atit, festat e tija biblike. Çfarë kalendari kanë? Çfarë kalendari ke ti, vëlla motër, në asamblen tënde? Ku kanë lindur këto denominacione? Nga njeriu. Ka thënë apostujt Mesia për këto ndarje që njeriu do të pente? Jo. Kur lindën? Në 300-ën, 400-ën, kur u përhapën nga katolikët, ortodoksët, masandaj ortodoksët e lindjes, edhe u përhapën denominacione gjatë viteve, ke pasaj lëvizjet e besimit në 1100-ën, 1900-ën, ke në 1600-ën erdhën reformistët me doktrinat kalviniste dhe të luterane, që Luteri thoshte digjini sinagogat e judejve, mos lini në këtë rast asnjë gjë të mbetë dhe mbuloni me çdo gjë dhe dhe të shikosh në librin e tij në 1500 çfarë ka shkruar. Do janë dishipullizimi që ka ndodhur kaq heretik dhe kaq i gabuar dhe kaq demonik që ka vepruar ndaj viteve, lutem Atin në Shqipëri të dalin dhe të veçohemi nëpërmjet urdhrimeve të Atit. Kur një vëlla që në kohë që masandaj shikoj në Sauk dhe u mundova për shumë kohë, ishte në miqësinë, ishte këtu, po nuk e di apo dëgjon. Ishte në miqësinë tonë, donja ta dishipulizonja, donja që të rritesha, të merrte jetën e përjetshme për te dhe për familjen e tij. Jo. Masandaj shikon që janë në frymat e fallit në Sauk edhe të tjerë. Shumë thonë dhe bëjnë këtë pyetje, çfarë thonë? Vlla, si do t'i ndajmë neve, ka 3000 denominacione, ka 3000 kisha në Shqipëri, kush është e vërteta? Është një e vërteta. Është Mesia Izraelit, Jashua Mesia, që la apostujve urdhërimet që neve të ecim dhe të besojmë tek ai. Kur ke urdhërimet e Atit, fillon largohet idhujtaria. Më thuaj ti, këto denominacione, këto ndarje të njeriu, këto emrat e kishave sot, që ta shoqëruar kisha që përmenden sot, sa prej këtyre kanë urdhrimet, festat biblike, kalendarin biblik të Atit? Sa prej tyre mbajnë sabatin në rregullin që shkruhet si shenjë, si beslidhje përjetshme për popullin e tij, duke qenë që tani ne u bashkuam me popullin e Izraelit. Sa prej tyre mbajnë festat biblike? Sabatin, Pashkën, buka pamaja, frutat e para, Pentakostin e vërtetë, ditën e burive, ditën e tabernakujve, dita e shtyre dhe dita e 8 e kuvendit madhështor, 9 festa. Nuk janë të rënda. Tha Apostulli Johanan Gjoni, ne para e Gjonit 5:3, përcaktovi dashurinë e vërtetë për ty dhe për mua. Si neve shprehim besimin dhe dashurinë e vërtetë. Kjo është dashuria e Atit Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e tij, janë urdhrimet e Atit që Mesia praktikoi dhe Mesia erdhi dhe nuk shfuqizoi asnjë gjë. Prandaj na la në Mateu 5:17 duke ditur që këto gjëra do ndodhin dhe la apostujve që do vinë në kohët masandaj që njerëzit nuk do durojnë me doktrinë e shëndoshë, tha. Doktrina e shëndoshë, urdhrimet e Atit, karakteri i tij që ne duhet të imitojmë, Efesianët 5:1. Doktrina e shëndoshë që na jep në fjalët e urta 4:2, po ju jap një doktrinë të mirë, thot Ati, mos ma praktikoni ligjin Toranët time. Urdhrimet e mia, ligji është një emër për të thënë, instruksionet, urdhrimet e tija, kushtetuta të Atit, që reflekton sjellja e tij e përsosur e drejtë. Sa prej nesh janë të zellshëm për të zbatuar ligjin e Atit, në të mirën tonë të mundshme duke qenë të shpërndarën në diasporë? Përse Jakovi na thotë që duhet të ngulmojmë në ligjin e përsosur, vëlla motër?